Një kriminal zbulua sot pasditen në Greqi, ku një shtetas shqiptar u gjet i prangosur dhe i djegur në ulcën e pasme të një automjeti. Sipas informacioneve paraprake, vetura kishte qenë e vjedhur nga një zonë e Atikes në Athinë me darka të falsifikuara. Shtetasi shqiptar, identiteti i të cilit nuk dihet, kishte 3 ditë i vdekur në veturë dhe askush nuk i kishte vënë re, raportojnë mediat greke. Mësohet se trupi i pajet i viktimes u gjet nga një gjuetar që ndodhej në zonë.